shikues të nderuar, jemi ose gjendemi këtu në afërsi të menzës së studentëve ku një makinë sapo kapsuar është përfshirë nga flakët këtu në afërsi të menzës së studentëve. Janë disa persona të cilët po mundohen të bëjnë të shuajnë zjarrin e cila ka kapluar makinën. Tani në këto momente shikues të nderuar, ka ardhur edhe policia e Kosovës, të cilët po mundohen që të vënë randin dhe të shuajnë zjarrin e cila ka kapluar makinën pak minuta më parë këtu në afërsi të menzës së studentëve. Pra, sa për i kujtem, para pak minutave këtu në afërsi të qendrës së studentëve, një makinë e cila ishte duke pritur në semafor është kapluar nga flakët e zjarrit. Ende nuk dihen shkaqet se si ka arritur kjo makinë që të përfshihet nga flakët e zjarrit, por persona të shumë vullnetar, por edhe policia e Kosovës tani për momentin është duke punuar për të vënë rand dhe për të shuar zjarrin e cila ka kapluar makinën. Siç mund të shihni në pamjet të cilat po ndodhin tani, është edhe ekipa e zjarrfiksëve të cilët vetëm sa mbërriten në vendin e ngjarjes dhe do ta lokalizojnë pra veturën e cila ka marrë flak me anë të mjeteve për të shuar zjarrin. Po tentojmë të afrohemi, pra është shuar pak zjarri nga kjo pjesë, por që ende nuk është bërë shuarja e plot e zjarrit të kësaj makine, pra ka filluar sërish makina të marrë flak dhe flakët janë të mëdha, shikues të nderuar. Pra, shikues të nderuar, siç mund të shihni, janë dy kamion të ekipeve të zjarrfiksëve, të cilët menjëherë janë përgjigjur thirrjes ku këtu në afërsi të menzës së studentëve, pra një vetur derisa po qëndronte në pjesën e semaforëve është kapluar nga zjarri. Ekipet e policisë, gjithashtu edhe të zjarrfiksëve janë këtu për të shuar zjarrin dhe lokalizuar veturën e cila ka marrë flak. Janë të shumë qytetarë, shikues të nderuar, të cilët janë mbledhur këtu për të shikuar atë se çfarë ka ndodhur saktësisht këtu në afërsi të qendrës së studentëve, më saktësisht në semaforët. Policia, shikues të nderuar, po vë rend këtu në afërsi të menzës së studentëve për të liruar qarkullimin e veturave dhe për të mos u bërë trafik.
Pra shikues e nderuar, të ju rikujtoj edhe një herë, këtu në afërsi të menzës së studentëve një makinë e cila po çndronte në semafor duke pritur që të ndizet e gjalbërta dhe të kalonte, është përfshirë nga flakët e zjarrit. Në ndihmë kanë ardhur personat e parë të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes, se më pas janë bashkangjitur edhe ekipet e zjarrfiksëve si dhe të policisë. Deri më tani shikues e nderuar, mund të ju themi se ajo çfarë shohim dhe çfarë po raportojmë, deri më tani është bërë ndalimi i flakëve që ka kapluar veturën. Këtë ka bërë edhe ekipi i njësitit të zjarrfiksëve, të cilët janë përgjigjur me njëherë thirrjes për këtë rast. Ekipa e policisë, njësitet policore, pra edhe tani janë duke bërë rregullimin e trafikut në këtë zonë.